Profesor Dr. Dita Starova Qerimi, artiste, studiuese, pedagoge, drejtuese me vizion. Një grua që frymëzon, një emër që le gjurmë. Ka gra që plasin për artin dhe ka gra që e jetojnë atë me çdo frymarrje. Një grua që ndërthyr artin, dijen kulturën dhe vizionin për të ardhmen me një përkushtim të rrallë. Një grua që e ka quar artin përtej kornizave, në institucione, në dialog, në ambasada, në jetën publike dhe atë personale. Ajo është një emër që ka lënë gjurmë të thella në kulturën vizuale dhe në jetën institucionale të vendit. Rrugtimi i saj jetësor, megjithatë, nisi larg vendlindjes. 5 vite të para të jetës i kaloi në Tunizi për shkak të angazhimit diplomatik të babait të saj Luan Starova, i cili aso kohë shërbente si ambasador. Kjo përvojë formuese i dha asaj një përqasje ndërkulturore dhe universale ndaj jetës dhe artit. Familja e saj përbën themelimin e frymëzimit dhe formimit të saj intelektual dhe artistik. Është vajzë e shkrimtarit të madh, akademikut Luan Starova, autori sagës monumentale Sega Ballkanike, ambasador, studiues dhe mendimtar humanist. Që në fëmijëri, Dita tregoi një prirje të veçantë për artin. Shkollimin fillestar e nisi në Paris, në Lycée Janson de Sailly, dhe më pas, për 5 vite ndoqi studimet në atelien e njohur École des Arts, ku realizoi edhe ekspozitën e saj të parë. Në vitin 2014, ajo fitoi titullin doktoreshe shkencave në historinë e artit pranë Universitetit Euroballkan me një disertacion mbi muralet në objektet sakrale islame në Maqedoni, një vepër shkencore botuar më vonë nga shtëpia botuese, Logos A, që përbën një kontribut të çmuar në studimet mbi trashëgiminë kulturore dhe ndërveprimin ndërfetar. Ky studim është konsideruar si një referencë e vlefshme në çarjet akademike. Që nga viti 2007, Dita është pjesë e stafit akademik në Fakultetin e Arkitekturës dhe Dizajnit, Shkup, ku aktualisht është profesoresh. Përgjatë karrierës së saj artistike, ajo ka realizuar mbi 40 ekspozita personale dhe ka marrë pjesë në shumë se 90 ekspozita kolektive në vende të ndryshme si Maqedonia e Veriut, Franca, Turqia, Kosova, Bullgaria, Shtetet e Bashkuara dhe më gjerë. Veprat e saj ndodhen në koleksione të rëndësishme publike, si ajo e Galerisë Kombëtare dhe e Muzeut të Artit Bashkëkohor të Maqedonisë së Veriut, si dhe koleksione private në Kanada, Turqi, Francë, Gjermani, Austri, Itali dhe Zvicër. Në to, ajo eksploron raportin mes njeriut dhe hapësirës dritës, hijes, identitetit dhe kujtesës. Puna e saj në krye të Galerisë Kombëtare të Maqedonisë së Veriut, të cilën e drejtoi nga viti 2015 deri në vitin 2024, përparson një kapitull të rëndësishëm në historinë e institucionit. Në rolin e saj si drejtuese e Galerisë Kombëtare të Maqedonisë së Veriut, nga viti 2015 deri në 2024, ajo jo vetëm që e udhëhoqi institucionin me vizion dhe përkushtim të palëkundur, por arriti të ngrihet në nivel të një marke të njohur kombëtare dhe ndërkombëtare. Përmes 300 ekspozitave të realizuara, ngjarjeve konceptuale, pjesëmarrësve të suksesshëm në Bienalet e Venecias, festivaleve, konferencave, botimeve, iniciativave digjitale dhe diplomacisë kulturo-strategjike, ajo ka lënë një gjurmë të qëndrueshme në skenën kulturore të Maqedonisë së Veriut. Ajo ka bashkëpunuar ngushtë me kuratorë të rëndësishëm si dhe ka qenë pjesë e shumë forumeve ndërkombëtare të artit dhe konferencave për trashëgiminë kulturore. Dita ka kurorzuar përparësime në vendit në Bienalen e Venecias në 4 edicionet si komisionere kombëtare, një arritje që vetëm pak drejtues institucionesh në Evropën juglindore mund ta pretendojnë. Ajo ishte një prej zërëve të parë që shndroi artin në mjet të diplomacisë kulturore, duke lidhur urë mes Maqedonisë së Veriut dhe vendeve si Italia, Austria, Franca, Kosova dhe Shtetet e Bashkuara. Dita ka qenë angazhuar fort edhe në përfshirjen e komunitetit përmes artit. Ajo udhëhoqi projektin Art për të gjithë, i mbështetur nga ambasada holandeze që synonte përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta me punëtori artistike, duke e kthyer artin në një mjet të fuqishëm për përfshirjen sociale, shërim emocional dhe ngritje ndërgjegjësimi. Në vitin 2019, ajo u nderua me çmimin 13 nëntori nga qyteti i Shkupit për kontributin e saj të jashtëzakonshëm në kulturë dhe afirmimin e jetës artistike të kryeqytetit. Në vitin 2020 u shpall si më e njohura si një nga menaxherët më të suksesshme dhe gratë me ndikim në fushën e kulturës dhe vizionit institucional.
Në vitin 2024, ajo u dekorua nga presidenti i Italisë me urdhrin e kalorësisë së yllit të Italisë, një vlerësim i lartë që dëshmon rolin e saj të jashtëzakonshëm si lidere kulturore dhe përkushtimin e saj në ndërtimin e marrëdhënieve ndërkombëtare përmes artit. Si artiste, filozofia e saj krijuese është thellësisht ndikuar nga mendimi i Kandinskit se forma është shprehje e jashtme e përmbajtjes së brendshme. Në veprat e saj, ajo kërkon të bëjë të dukshme të padukshme, të nxjerrë në sipërfaqe tensionet mes strukturës dhe lirisë, konkretësisë dhe abstraktes, kujtesës dhe së ardhmes. Ngjyrat për të janë dritë energji, jetë dhe çdo vepër është një akt ekzistencial. Angazhimi i saj për barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave është një pjesë e pandarë e misionit të saj. Ajo është një grua që ka ndërtuar karrierën e saj në një kontekst ku emërimet shpesh kalojnë nëpër rrugët politike të dominuara nga burrat, por ajo ka treguar se profesionalizmi, vullneti dhe vlerat njerëzore mund të tejkalojnë çdo pengesë. Aktualisht, krahas angazhimeve të saj si profesoresh dhe artiste, ajo është të përkushtuar ndaj përparësimit të grave në art e kulturë, si dhe për ndërtimin e një politike kulturore më gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme. Për më shumë se 2 dekada, profesor Dr. Dita Starova Qerimi ka dëshmuar se arti nuk është thjesht pamje apo pasion, por është vizion, kujtesë, drejtim dhe shpresë, një emër që e ka bërë artin më të afërt me qytetarin. Një grua që ka lënë gjumë të pashlyeshme në kulturën vendore, një frymë që vazhdon të jap dritë për gjeneratat që vinë, një grua që e drejton të bukurën me zemër, mendje dhe përkushtim të rrallë. Përshëndetje Dita, mirë se erdhe në rubrikën tonë Portret 40 pyetje për 40 vet. Të faleminderit që ndave kohë dhe të jesh mysafire e emisionit të sotëm. Faleminderit edhe ty Valdeta, sa është kënaqësi të bashkëbisedoj me ty dhe ta nisi ditën bukur me ty. Është shumë normal me një energji pozitive që të fillojmë me këtë pyetësor. A ke një rutinë të caktuar çdo mëngjes? Si çdo grua e cila ka dinamikën e vetë të ditës, po, rutina e përditshme, me një kafe, me një bashkëbisedim me fëmijët, me bashortin, dhe ajo është dita se si e nisim së bashku. Cila është gjëja më e çuditshme që ke dëgjuar për veten? Mundem të them se shumica më thojnë Dita ti je shumë e qetë, po nuk din se për brenda meje se çfarë mundet, cilat stuhi ndodhin për momentin. Çfarë të bën të lumtur në jetë? Më bëjnë të lumtur bashkëbisedimet me njerëzit të dashur, po ashtu edhe një nisje e bukur e cila përfundon shumë bukur, dhe po ashtu ato nisje të cilat tani me punën time si profesoresh, ato nisje të herta të vizatimeve të cilat i bëjnë studentët dhe ai gëzimit të cilat ato e shohin kur përfundojnë me atë dhe për arti. Çfarë do të bëje po të kishe një ditë të plot pa angazhime profesionale për veten? Po të kisha një ditë të lirë do të kisha pikturuar, dikund i larg vendit, mundet edhe me një libër, por qetësinë me vetveten. Cila është gjëja më e çmuar që ke mësuar nga jeta? Të mos e humbas veten pa marrë parasysh rrethanave. Si e menaxhon stresin në jetën tënde? Përmes artit. Nisi mundet edhe ajo fati jetësor, të cilën e kam pasur edhe nga dashuria për art nga prindërve, edhe ajo më bën të ndihem më mirë kur e konsumoj artin, kur e krijoj artin dhe kur e shfaq artin. Je më shumë introvert apo ekstrovert? Mundem të them edhe ekstrovert, edhe introvert, po më shumë introvert besoj. Cili është momenti më i vështirë që ke kaluar në jetë? Mundem të them humbja e njerëzore të dashur. Kjo jetë nuk na mëson se si ti përballojmë ato dhimbje dhe humbja e babait nga të cilën e kisha forcën më të madhe, mundem të them se ajo është humbja më e madhe. A të pëlqen të kalosh kohë vetëm? Po, jam njeri që e don vetmin dhe don të bashkëbisedon me veten për të reflektuar nga secili moment që kjo jetë na bën të ballafaqohemi me. A ke frikë nga diçka? Jo, nuk mundem të them se kam frikë. Çfarë mund të bësh për t'i qëndruar besnik vetes dhe njerëzve të tjerë? Të jam pa kompromis nga vlerat të cilat ja kam vendosur vetes. Sa ka rëndësi privatësia jote në jetën tënde? Ka shumë rëndësi, se mendoj se privatësia është ajo e cila na i mbush ato, mundem të them, ato bateriat për brenda, pra mendoj se privatësia nuk është për secili të jeti kapur në atë privatësi të cilën ne i kemi, ku mbushemi, ku reflektojmë për vetveten. Cili është shansi më i madh që të ka ofruar jeta deri tani? Mundem të them të jam pjesë e historisë kulturore të vendit ton, ku më dha hapësira t'i përkrahi artistët të vendit ton, dhe mundem të them të jam frymëzim për gjithë ato gratë të cilat munden
të ballafaqohen me gjitha ato sfidat të cilat janë të një pjesëmarrje në të cilën mu dha rasti të jam në krye. Çka nuk ju pëlqen te vetja? Shumë herë ndaj vetes. Duhet të jam pak më e butë ndaj vetes. Nganjëherë edhe japim më shumë vete se sa që mundem të mbaj. Çka ju nevrikos më së shumti dhe pse? Mundem të them hipokrizia, njerëzit cilit nuk janë të sinqert dhe vlerat që shiten për vlerë. Me kë komunikon më së shumti? Me ato të cilin më përmbushin zemrën dhe diturin. Kam qejf të bisedoj me familjarët të mi, po ashtu dhe me njerëzit të cilët i konsideroj si të ditur për të më ndihmuar për çësjet të rëndësishme të cilat jeta më jep. Cilën fjalë përdorni më së shpeshti? Faleminderit, edhe me gjithë zemër e them. Sa kohë kaloni në rrjetet sociale? Mundem të them se kaloj kohë për të shpërndarë të bukurën, po ashtu edhe nevoja të vlefshme, të cilat mendoj se duhet publikut të cilën më ndjek, duhet t'i sheh ato sende të bukura të cilat kultura i transmeton, mesazhe të bukura nëpërmjet kulturës, por mundohem ta kufizoj. Çfarë të mëson jeta me suksese? Jeta me suksese më mëson se nuk është sa erë se sa zhurmë më bën, por sa zhurmë më lën në frymëzimin dhe përgjithësi në rrethin tënd. Cili është momenti më i bukur që ke kaluar me familjen? Momenti më i bukur është ato momente të cilat i kam kaluar me prindërit e mi, rreth një tryezë të plot ku asnjë antar nuk mungonte, ato biseda të çiltërta për jetën, për dijen të cilën e kam akumuluar fal ato biseda të cilat i kemi pasur dhe po ashtu mundësinë për të udhëtuar shumë. Domethënë ato janë ato momente të cilat mu sot reflektojnë për ato momente të cilat i kam patur më të bukurët. Çfarë ka ndryshuar më shumë në jetën tënde që kur u bëre kjo që je? Mundem të them përgjithësia, se tani fjala ime peshon më shumë. Kush të frymëzon më shumë? Suksesi i secilës grua, po ashtu një ndër të cilat e kam motivime është mami im, Gzime Starova. Ajo është doktorisha e parë e shkencave juridike këtu në Maqedoni, po ashtu edhe gjykatësia e parë e gjyqit kushtetues. Pra, një sfidë e madhe, një nën me 3 fëmijë të cilat ka ditur të ballafaqohet me gjitha sfidat dhe mendoj se ajo është modeli im i përsosur i gruas të cilën duhet ta ketë secila, po ja unë e kam fatin ta kem nën. Çfarë do të bëje nëse nuk do të ishe personi që je tani? Besoj se do t'i kisha po ashtu artiste, por do t'i përkrahja secilin. Mendoj se ajo që unë jam në fryma tjera me siguri do t'isha diçka e ndërlidhur me artin. Si do ta përshkruaj jetën tënde në 3 fjalë? Këmbgulese, krijuese dhe kujtuese dhe falënderuese nga gjitha sendet të mira. Cili është romani juaj më i preferuar? Dashurinë për librin që kam të trashëguar dhe që nuk shuhet kur, mundem të them gjitha librat të sagës ballkanike të babait tim, Luan Starova. Ai është një ndër shkrimtarët më të mëdhenj që i ka kombion dhe reflektimi ndaj librit të tij dhe gjitha ato shkrimet të cilat ai i përshkrua në librat e atij më bën ta dua botën ndryshe dhe të reflektoj ndryshe dhe besoj fuqishëm në ato bashkëbisedime me atë, sikur kur i rilexoj ato libra, sikur zëri i atij rikthehet. Mundem të them librat e babait tim nga saga ballkanike. Qesh apo nevrikocesh më shumë? Mundem të them edhe në situata pakës ku nuk duhet të qesh, besoj se me të qeshurën mundet më shumë të anashkalohen do stuhia. Kujt do t'i kishi thënë më fal dhe pse? Do t'i kisha thënë vetes, jo sa herë jam e butë me veten. Kujt t'i keni thënë për herë të fundit të dua? Fëmijëve të mi, besoj se jetojmë në një jetë konsumuese shumë e shpejtë dhe jo sa herë mundet ta prisin për të tjerë dhe ne duhet mendoj se nga rrethi familjar tua dëshmojmë se sa dashuri kemi për to. Keni dhënë ndonjë premtim dhe nuk keni mundur ta mbani? Jam shumë selektive ndaj premtimeve, se jam edhe shumë kërkuese, derisa nuk e përfundoj premtimin, mundem të them se është një sfidë me veten, se fjala e dhënën është për mua shumë e rëndësishme. A do të ishe e gatshme të jetoje larg nga media për një periudhë? Besoj se çdo send e ka afatin e vet. Duhet të jetohet me mediat, se pa mediat ne edhe artistët nuk mundemi të jetojmë, por reflektimi, krijimi të cilën ne duhet t'ja ofrojmë mediumeve, besoj se po, në momentin ku duhet të reflektojmë me veten dhe të kërkojmë pakës distancë. Po pa mediumet nuk mundemi si artistë të ekzistojmë. Dhe fal mediumeve është edhe dukshmëria e punës tonë. Teatr, film, opera apo balet? Nuk mundem të cilësoj se për mua kultura është thelbësore, që nga fëmijëria si thom, ato janë udhëtime të cilat
që nga hapat të para prindrit të mi, mua dhe motrat të mia na e kanë treguar rrugën për të mësuar se si duket dhe si bëhet e dukshme edhe për te i fjalës, pra mendoj se së bashku gjitha ato janë moment i rëndësishëm për secilin nga ne dhe mundem të them se unë gjithashtu jam kërkoj kënaqësinë edhe derisa vijoj një opera, një teatr, një koncert, një ekspozit, domethënë nuk mundem ta veçoj se gjitha për mua janë të rëndësishme. Sa je e mirë në kuzhinë, prej 1 deri në 10? Nëse pyesim bashkëshortin, mundet me thanë kur kam frymëzim edhe kohë, por besoj se për veten do t'i kisha venduar një 8. Cili është ushqimi i ti preferueshëm? Pra do të kthehemi në momentet nostalgjike, një supë ngrohur e përgatitur nga gjyqja apo nga mami. Me sa alarme zgjoheni? Unë zgjohem me një alarm, nga që bëhem alarm për anëtarët të tjerë të familjarëve të mi, pra me një alarm. Situata ju të më e sikletshme? Kur më komplimentojnë publikisht edhe nuk di si të përgjigjem. Hira e fundit që keni bërë bëmirësi? Jam e gatshme në çdo thirrje për bëmirësi dhe besoj se ato janë të mbrëmshme të cilat i bëjmë nga zemra, besoj se nuk duhet t'i shfaqim në publik. A ju mjafton rroga dhe për çfarë harxhoni më shumë? Rroga. Mundem të them si e fitojmë edhe harxojmë si secila gru, por si secila gru mendon për sot, nesër edhe për fëmijët e vet, mundem të them se ndonjëherë edhe kurse. Ku e shihni veten pas 10 viteve? Në profesionin tim, si profesoresh, më e qetë, më e përmbushur dhe përkrahëse e artisteve të së ardhmes. Për çfarë do të protestoni? Për më shumë mbështetje për artë dhe kulturë. Si e përjeton suksesin dhe çfarë do të thotë ai për ty? Suksesi është kur ndikon pozitivisht në jetën e të tjerëve, kur nuk je vetëm figure dhe emër, por je frymëzim. Mirë, të faleminderit Dita, ky ishte pyetësori. Faleminderit edhe ty, Valdita. Faleminderit që ndave kohë për ne dhe të urojmë shumë suksese dhe të gjitha ëndrat që i ke të realizofshin. Më të mirat në jetë. Faleminderit edhe ty, Valdita, si thash sa herë është kënaqësi bashkëbisedimi me ty dhe kjo ditë e bukur e kaluar me ty. Faleminderit.